Por lajmi është që në kancelarit diplomatike në Evropë është diskutuar dhe një lloj ideje për zgjedhjet parakohshme, por zoti Rama pikërisht në këtë moment përdori një valvë shkarkimi atë ndërrimit të shkarkimit të Zoris Balluku dhe të ndërrimit të disa ministrave. A është opcion tani versioni i zgjedhjeve të reja ose ti një qeverie teknike? Ky është problemi në Shqipëri që opozita nuk kërkon zgjedhje të reja, nuk kërkon zgjedhje të parakohshme, kërkon qeveri teknike, dhe kur thot qeveri teknike ka parasysh që t'i caktoj ajo ministrat e saj, nuk ka parasysh që t'jenë ditë teknik, pra t'jenë njerëz pa njohur apo që vinë nga fushat ndryshme, por që t'jenë njerëz që t'i emëroj ajo dhe t'i propozoj ajo. Në konceptin e qeverisë teknike që kërkon opozita me çfarë kuptoj unë, do të thotë që shumicën e qeverisë ta ketë Partia Demokratike dhe pastaj t'u jepet gjithë partive parlamentare ndoshta, përveç edhe Partisë Socialiste, po të tjerëve nga një ministër ose nga çfarë mund të ofrojnë. Arsyeja pse kërkon Partia Demokratike këtë është shumë e thjeshtë, sepse kanë eksperiencën e vitit 2017 marrëveshjes Basha-Rama. Dhe një llogari e thjeshtë që bëjnë atje në Selim Blu është thotë kur e bëri me Bashën kështu, pse mos ta bëjmë me Berishën. Pra, kur ja dha Bashës pa ngatishmërinë e Ramës, din ato formulën e Ramës që Basha i kërkoi 5, ai i dha 15, i tha merri edhe këto tjera, nuk i dua. Kështu që në këtë kuptim ata kanë këtë koncept dhe këtë vizion për qeveri teknike. A është e nevojshme? Qeveria teknike duhet minimalisht krijohet në kushtet e një krize shumë të madhe të ekzistencës së vetë mazhorancës, jo të ekzistencës të opozitës. Pra, nëse mazhoranca është në fije të perit, apo nëse ka ose nëse sondazhet apo zgjedhjet e fundit elektorale para zgjedhjeve të përgjithshme e kanë çuar opozitën në shifrat e mazhorancës apo e kanë ndarë 50 me 50 peshën politike në vend. Por ne tani shohim, tani unë s'po t'i citoj sondazhet se prap janë diskutueshme, ato që i zhvillojnë kohët e fundit, por prap ne shohim që kemi një opozitë që nuk është rritur as në leadership, as në pjesëmarrje në tubime, dhe unë këtë e them sepse është mund ta paraqisim një miting ne sigurisht e masiv ose madhështor ose kishte pjesëmarrje shumë të madhe, por nuk është habi që një parti që ka 350.000 vota të mbledhë 3.500 veta apo 35.000 veta në shesh. Madhështia e opozitës do dukej nëse këto njerëz do t'i mblidhen në përrethë, nëse do kishte një frym në çdo qytet, nëse do kuptonte që Shqipëria nuk është Tirana, nuk është vetëm Tirana Shqipëria, janë edhe 60 bashki tjera që kanë problematika, kanë situata, që kanë demokrat apo kanë dhe qytetarë të pakënaqur. Kështu që unë besoj që PD-ja vetëm e kërkon qeverinë teknike sa për të përfshirë në një proces për të ngritur ato pikët e saj para mbështetësve, por nuk besoj se do t'i shërbente, sepse edhe kur e patën qeverinë teknike, prap akuzuan se këto xhaj kishin bler zgjedhjet para se të bënte qeveria teknike, i kishin nxjerr parat, pra pastaj kur u shkëputën nga Basha nxorrën teori tjetër